Klubi Boks Prishtina ka qenë thuajse faktikisht si tash që është Barcelona në futboll. Familja e ka kuptuar që unë mirë me boks veç kur unë bë kampioni i Kosovës për të rinë vitin 1980. Unë jam Agim Tahiraj, jetoj në Prishtinë, për javën e kam nga fshati i Tërdes, komuna e Drenasit, për ndryshe këtu jetojmë që thuj 50 vite. Qështë ka lind dashuria për këtë sport edhe që kam brit familja, kur ju tregove që veç po donë për me ja fillu? Po të thëmë drejten, unë kom dash sportin përgjithësi, kom lujt futbol bajgi mirë, po me ardhen në Prishtinë kur fillum këtu, nuk u përshtatëshin terminet e futbolit, isha në gjimnazë dhe u dasht thashajt filloj me boks, fillua me boks si rasisht edhe ja pra tash bon 49 vite që mere me këtë sport, vetë kom boksu një kohë një 10 vite, edhe pasta e kom vazhdu si trajner, pasta edhe si gjystar, kështu që nuk kam ndërprej punën në sportin e boksit. Çka ju kujtohet prej fillimit kur ja keni fillu vish për me u marrë me sportin e boksit, në fillim të karrierës, në i moment i veçantë? Po, shqyqani, kujtes, si të them, kujtes është në atë kohë për shembull, boksi ka qenë sport numër 1 tani në Kosovë, Klubi Boks Prishtina ka qenë thuajse faktikisht si tash që është Barcelona në futboll, edhe domethënë ka tërhiq pak, idol ka qenë për mua në atë kohë Muhamet Ali edhe normal ka qenë Bajram Hashanin nga Vendast, mos i përmend tjerë kanë qenë bokser të mirë, Mehmet Bogujevci, Aziz Aliu e Nazif Gashi e tjerë, mirë po kjo është që aty ka lind ideja dhe kam fillu me boksu, kanë fillu disa turnire, i fitoa meqet edhe meta, dhe me thonë familja e ka kuptu që unë mirë me boks veç kur unë bë kampioni i Kosovës për të rinë vitin 1980. Edhe mas andej ka vazhdu karriera. Pra deri në ato momente nuk ju ke tregu, pse nuk ke hezitu nësa për me ju tregu? Po kom hezitu edhe ku të di unë e thesha pa makinë ndërprejnë, kështu që pasta e filloj karriera, vazhdova majt kampionati i Jugoslavisë për 3 edhe atë bona në kampioni i Jugoslavisë në kategorinë 71 kg edhe kështu që vazhdova karrierën. Isha i ftuar për reprezentacionin e Jugosllavisë me shkuar në përgatitje për kampionat ballkanik, po në atë kohë isha maturant, kishim me mbrojt temën e diplomes, në atë kohë të gjimnazit, kështu që nuk munda me shku, edhe pastaj në kohën më të mirën ishim përgatitje me klubin e boksit Prishtina në vitin 1980, në shtator, gjatë kemi majtë, dhe me thonë, një muj dit ishmi në përgatitje, isha ftesa me shku në atë kohë në shërbimin ushtarak, mirë po familja së më kanë tregu deri sa kam mri, na kemi mri, dhe me thonë, me dikun me një tetuar nuk e di, kur imi këthy, edhe unë me 3 tetuar veç kam shku për shërbim ushtarak. Kështu që mund të them kuën më të mirën për mu, është dashur të ndërprej një vit, që vërtet një vit është shumë i madh për sportin, edhe prapë kemi vazhdu. Ju edhe në vitin 2004 jeni shpollur si trajneri më i mirë i boksit, apo jo? Po. Cili është çelësi i suksesit? Shqyqani, unë të tham masanej, më vazhdu, kur u ktheva, sa isha ushtar, bile dhe isha nështë se vazhdoj mirë, po ajo dashuria për sport, edhe kom vazhdu. Në vitin të tani, dhe të thot një muj pas këtimit ushtarak, kom debutu në klubin e boks Prishtina, dhe aty kom vazhdu, një kohë të shkurt, pastaj ishte konkurenca e modhe në Prishtinë, një vjetë më ka dërgu Lani Moni si përforcim klubin e boksit ish atëre Partizani i Gjilanit, atje kom vazhdu, kom boksu një sezon, dhe prap jom këthy në Prishtinë,
Kam qenë si normal, si zavendës ish nësë bokserit, që vërtet ka qenë bokseri mirë, edhe kështu që mas një kohë erë një ftesë nga një klub jashtë Kosovës, edhe atje kom shku, kom vazhdu karierën, thuaj se 5 vite është Kristalli Zajçarit, edhe kem kalu një jetë mirë. Për trener që më pyte, po une trener punoj që nga pavarësimi i sportit të Kosovës, dhe më thonë me pavarësimin e sportit Kosovës, në boks jam i kyqën, kam fillu si trener gjatë këtë kohës, kam punu të viteve të 90-ta, edhe menëran pas luftës, kemi fillu së bashku me Shefki Bogujevcin, klubin e boks Prishtina, si trener të punoj, kemi punu një kohë, pas taj aja dashuria për vendin edhe dashuria për boksin. Në vitin 2001 kam themelu, dhe më thonë me disa shok, po isha iniciator dhe jam themelus i klubit boksit Drenaci, ku me 15 mars të vitit 2001 kemi themelu klubin e boksit Drenaci, ka pas të interesum, kemi qenë suksesshëm, ku në tetor të ati viti edhe kemi arrit të bojmë 2 kampion të Kosovës për 33 në kampion, dhe kështu që ai klub ka vazhdu me suksese. Dhe të thotë, deri në vitin 2006, pastaj kom punu si trajner në klubin e boksit Drenaci, ku kemi pas bokser vërtet suksesshëm, kanë qenë edhe bokser, edhe djemë të mirë, edhe të sjellshëm, edhe të kulturum, edhe të edukum. Edhe me atë kulturë që kanë pas, atë disiplinë që kanë pas, edhe kanë bri suksese. Do të thotë, kampioni i pari ati klubit është Granit Qorri me Fatan Ramadanin, cilët i kanë pru medalet e pare të arta të boksit në komunën e Drenacit. Atëre kanë qenë edhe disa tjerë, kur rrjedhin masanej Dorim Baza, Shpetim Kiqina, Munir Mehmeti, Lidon Rukiqi, Bekim Demaku, Jetën Plakaj, ku vërtet kanë qenë bokser që kanë lanë gjurëm, edhe pastaj u desh të ndërpres se nuk ish kushte edhe prap jëm këtu në Prishtinë. Cilat medalje dohet për me i fitu për me e siguru pensionin tani? Shiqa, në kohën tonë nuk ka qenë ky ligj, edhe normal që tash unë ju kisha preferu gjithë rinis, si femrave dhe moshkujve, se vërtet shteti ynë, është shteti 7 në botë, i cili e ka këtë ligjë sportit. Dhe me thonë, është një ligjë vërtet i mirë, në qoftë se një sportist e fiton një medale evropiane, botërore ose olimpike, ai e siguron pensionin sportiv. Çka do të thotë është një vërtet një gjë e mirë, se mund të them që çdo i ri mi a kushtu dikun 4 vite, po jetë sportive, unë besoj që ai i ri mundet të fitoj medalje edhe në kampionat evropian, edhe botëror, edhe olimpik. Kështu që për këtë duhet të falenderojmë ish qeverin, dhe të thëtë në atë kohë më duket ka qenë ministër Memli Krasniqi, nuk e di se akcilin vit, po në atë vit është marrë kë vendim edhe është bo kë ligjë, që vërtet është ligjë mirë për sportin e Kosovës. E sa është e vështirë me arrit deri te ajo medalja? Shiqoni, tash mund të them pak trit, nuk janë ndoshta që kanë qenë më herët, mos them gjenerotat tona, nuk e kanë një qëllim ku me mbri. Shok këtu në këtë salve që sa vite punoj, vinë 3, ushtrojnë, e shë vërtet është shumë talent, ka prirje për sport, ka prirje për boks, është talent, gjitha kushtet i plotson, edhe na dhe më thonë që punojmë, se thonë drejtën e çdo fëmijë që vjen këtu, me çdo njërin konsultona dhe me prindët e tyre. Edhe kur e shet që është talent, dhe më thonë, e ndi një farë kënaqësie si trener. Mirë, po mas një kohë veç shkruan tash unë një mesazh, thot trener, nuk po vi mas, po me ardhë,
edhe dhe me thonë, e len rrugën që e ka njësë, e len në gjystë. Kështu që duhet pak ma shumë të punohet me tri edhe në familje. Se binduni që në salë këtu ne të gjithë ata që vim i vlerësojmë edhe që mojmë sikur se fëmijët tonë. Mirë po edhe familja do të pak mja spjegu këto gjona, se për shembull ka njeri që punon 40 vite edhe a mundet me siguru penzion. Unë po thamë, jam i bindun që ai që ja kushton 4 vite jetës sportive, do të thotë tjetë taman në jetën sportive, unë jam i bindur që si femër, si moshkull mundet të siguroj një medalje. Ashtë sporti i boksit ma i rrezikshëm nëse krahasuj me sportet e tjera, se po besoj që shumica prej nesh e kanë atë. Shqyqani, ashtu mendojnë njerëz, por jo, ka sporte tjera shumë atë rrezikshme. Bele kemi pas disa ligjërata me Komitetin Olimpik Ndërkombëtar ndërkombëtar, ka sporte tjera ma të rrezikshme shumë, bele janë 10 sporte tjera, mos t'i përmend me emër se masanej mendojnë njerë që na po dojmë i kritiku ata ose mi në vlerësu, mirë po jo, nuk është sporti ma i rrezikshëm, larg asaj, unë mund të them që sporti i boksit, deri vonë në Angli, ka qenë landë obligative në edukatën fizike. Edhe sporti mund të them është fizik, matematik për jetën. Dhe thëtë, është sport shumë mendor, është sport që çdo pjesë trupit e fut në lëvizje. Kështu që ju kisha preferu edhe vajzave, edhe mashkujve që t'vinë, të shtrojnë, nuk është se njerëz mendojnë që është vetëm rrahje. Jo, mundësh vjen, ushtron palestër, është vegla, është thesi, e mëson shkollën e boksit, mëson lëvizjet, edhe do të thotë ke edhe ushtrime kardio, ke të forcës, kështu që do të thotë nuk është se njerëz mendojnë që ushtron boks është vetëm rrahje. Jo. Atë ka ndodhur për shembull ty si trajner ndonjëherë gjatë karrierës tonë për me të godit dikush? Po shiqo, na mujmë me fol se njerëz disi nështë dojnë edhe s'dojnë me kuptu jetën, po nuk di që ka bokser që s'ka marrë traume, ndoshta që s'ka ra poshtë. Dhe me thonë, kjo është e pa mundne, do të me folë realisht, po më ka ndodhë, jo mu, po mund të them të gjithve gati, se është e pa mundë shme ti me pas një karrierë gjatë, edhe mos me pas një tilë, po është shumë normale. Do të thotë, jenë bo disa, më kujtohet, në vitin, nuk e din cilin vit, ka qenë një revist Tempo e Sportit, edhe pa të lezu, theke, një ramje, kur krosohet futbolli, topi, një krosim i gjatë, kur goditet me kokë, thështë është sa 4 knockdowna që i merë bokseri. Kështu që do të thëtë duhet shkencë, po vërtet nuk është sport i rrezikshëm sa mendojnë njerëz. Unë ju kisha preferu se sporti i boksit është sport mendor, edhe është sport shumë inteligjent. Ju keni punuar edhe në Ministrinë e Arsimit, apo jo? Po. Që keni gjithë kohën, apo vullneti e bënd vetën? Shqyqani, unë në Ministrinë e Arsimit kom punu, tetor, gjithmonë pas orarit punës, këtu ka qenë pasionim, këtu ka marrë, këtu im fresku, edhe do të thëtë gjitha ato ngarkesat që kanë qenë psiqike ndështë në punë, ne kemi orë këtu edhe normal është knatësit, punojsh me të ri, edhe normal që kom punu, edhe punoj, edhe mund të them, gjerësa të kem shëndetin si duhet, unë këtë sport nuk e ndërprej, do të punoj pas që tash më pyte ma eret, po kom qenë trener i vitit 2004 nga Federata Boksit, në vitin 2011 jem shpalla dhe gjyqtari më i mirë i Kosovës. Kjo është mandati dytë që jam kryetari gjyqtarit Kosovës, ku më të vërtet jemi një shoqat e mirë, jemi korrekt, janë gjithë që ka janë shoqatën tonë, vërtet janë djemë të mirë, janë djemë të sjellshëm, kështu që mund të them për lakmi. Konkretisht, cilat janë benefitet e boksit? Po shiqoni, boksi është si çdo sport tjetër. Spari, ju preferoj me ardhë, ose gjone, po çdo trener, spari për shëndetin. Benefiti kryesor është shëndeti.
Do të thështë mirës me sport është shëndet. I dyti, e potencum ligjin e sportit. Po erdhe, ushtrove, 4 vite, unë besoj që e mrin një medalje evropiane ose botnore. Po vërtet jemi tamam me bojet sportive, se ka 3 vjen, ushtron, edhe del pas treningut edhe shkon në diskoteka, në kafe, sa në evi që i shkon lodhje. Po do të thot tjetë jetë sportive, tjetë orar, tjetë ushqimi me ko, tjetë stërvitjet me ko, tjetë pushimi me ko. Edhe besoj që nuk mungojnë rezultatet, do të thot kjo jeta sportive, gjitha cila i përmena, do të thot është në pyetje shëndeti. Spori është shëndeti, mbi gjitha është shëndeti. Pas të vinë, do me thonë, gjëra tjera, se në qovë se ti në moshën 22-3 vjeqare, se 4 vjeqare, se 5 vjeqare, se 30 vjeqare, e siguron një medale, edhe siguron pensionin sportiv, është një sukses i madhë. Kështu që, prapa thëmë... A ju ka ndodhë për shembull najherë, naj moment në shta i vështirë edhe me thonë, ose naj gardë, nëse e keni posë edhe me thonë, mo kome ndërprej boksin, se... Po, sheqeni, unë nga njëherë dhe nuk i kuptoj të rritë, për shembull ka e huk meqin, demoralizohet, apo këtonë. E ju personalisht, a ju ka ndodhë gjatë karierës? Valla, më të thëmë drejtin nuk e di jo, se nështë ta më pas ndodhë, nështë ta kësha ndërprej. Po, thash, janë këto 29 vite që mere me këtë sport, edhe prapë po e përsëris do të punoj gjerin në atomin e fundit. Po ta shini në penzion, që shpo e kaloni një ditë e zakonshme? Ka në sa ora veni këto edhe ushtroni? Këtu vim nga ora 17 mas dite, punoj me 3, kjo është, tash po mendoj edhe besoj që do bëjmë dikan edhe në mbrëmje për orës 21, do të thotë do të vlenë për njerë që janë ma shumë për rekreacion, mujnë me ardhë, me ushtru, dhe me thonë a i potencume aty, dhe me thonë kemi ushtrimet edhe kardio, edhe forcë, edhe kondicionale, edhe gjitha, kështu që gjdo kush që dënë është i mirë se ardhën, po posa qeresht ju kësha bo ftesë të rive që të vinë palestër. Ma mirë është të vinë të upin këtë një orë gjysë, si sa dikun tjetër. Gjoja ma mirë është të pakten qita telefona që mos t'jenë ta, po të koncentrum, po të vinë në palestër, edhe vërtet atëre e shojnë atë knatësin, se qka do thot palestra, qka do thot stërvitja në boks, edhe në përgjithsin sport. Gjithë trive, treve, ju kësha preferu që të mirën me sport. Sporti është gjëja ma e mirë, do me thonë shëndeti edhe jeta është sport. Kështu që edhe femnat, edhe mashkujt i preferojt mirën me sport, e pasi që onë merë me këtë sport, dhe jo merë, ju kësha preferu që të vinë në palestër të boksit. Për fund, nëse mund është me nga të regu edhe cilat janë ato regulat që ja mësoni me fillim, edhe juve cilat janë regulat që ja u kanë mësu me fillim. Po shiqani, regula kryesore, une ju të regoj edhe prindve, se ka rast vinë për shembull, unë vjenë sot, unë i thamë nesër ose mas nesër, ma pru prindin, se du me ditë që a janë prind njeftum. Dhe regula e parë, që unë i thamë edhe kure ka prindin prezent, i tregoj, prindin e ke në shpe, mësusin e ke në shkollë, mund ki këtu në palestër, nesër kur hesh në ring e ke gjyqtarin. Do të thëtë regula është regull, disciplina është disciplinë. Edhe kjo është ajo që duhet çdo njeri të ketë qartë. Në shtëpi ka prindin, në shkollë ka mësuesin, në palestër e ka trajnerin, nesër kur hin në ring e ka gjyqtarin. Se do të thonë gjyqtari e udhëheq duelin në ring. Do të thonë çdo komandë që jepet është për gjyqtarit. Edhe këtu çdo mësim që do me bë për boks varet pe trajnerit. Do të thotë kjo është disiplina i mund të gjitha. A i respektojnë? Mund të them këtë grupën që kam unë, vërtet i kam, do të jam shumë falenderus, janë të sjellshëm, janë turët, të kulturu mu, kjo më intereson. Ju të regojnë, fillim, kur të vinë problemin ma të vogël në qytet, nuk ka më palestër. Në qytet nëse bojnë... Po normal, që spori duhet jemi njerës. Dhe me thonë, ne jemi të këtij vendit,
duhet ta respektojmë vendin tonë, edhe duhet të respektojmë rregullat e shtetit, rregullën e qytetit, sjelljet njerëzore, normal edhe kjo. Se pa qenë disiplinum edhe në jetën në qytet, do të thotë edhe këtu nuk mundet me qenë i sjellshëm. Mirë, po në vërtet këta djemt, edhe disa vajza që i kam vërtet jam i kënaqur me punën që e bojnë edhe disiplinën edhe kulturën që kanë. Gjitha ushtrimet, do me thonë, këtu bojnë i shtim trit sparing veç kur e mësojnë boksin, edhe normal të bojnë sparingin, edhe mësohen, do me thonë si çdo trajner, do të më mësu që bokseri, kur hinë ring, do me thonë e merr këtë qëndrim. Kur i vjen gjyqtari, i zgjat durt dhe ja tregon a janë mirë. Edhe normal gjyqtari tregon qëndrime tjera, do të mi pas dhamt, pastaj shkon gjyqtari kur i thirr, vjen kundërshtari tjetër, hyn mes për shëndetin. Edhe do të mi ja shpjegoj çdo trener, do me thonë komandat që ekzistojnë. I thot boks, ja nisin boksojnë. Çdo gabim që të bëhet, për shembull, stop, e ka ul kryt, ja ban kokën nalt. Për shembull, e ka tërhjek, e ka ngrejt, thot mos tërhjek, e ka shty, mos e shty, apo kupton? Gjitha janë këto disa gjona që do t'ju mësojmë fëmijëve gjatë stërvitjeve. Do me thonë, une bokserve ju tregoj çdo lëvizje që bëhet, edhe çdo komand e gjyqtarit duhet respektohet. E tham që në fillim, në palestër është trajneri, kur hinë ring është gjyqtari. Do me thonë, këto do të dinë gjithë edhe do t'ja shpjegojnë se si hyjet në ring, që do të më respektu, se çdo gjë në kur fillon dueli, çdo gjë e komandon gjyqtari që është në ring. Do me thonë, çdo gabim janë rregullat që gjyqtari ju tregon. Në varet peshës kush qysh dënë me punu, kjo është pasha pak më i rënë, kjo më i letë, e më i letë, dhe normal që punojnë. Zakonisht i shti sportist gjatë stërvitjes i shti mi ndru veglat, do me thonë thost. Se, apshe, një është ma nalt, një ma elt, një është ma i rënë, një ma i letë, kështu që mi të regu që edhe kundërshtarë nuk janë të njëjtë. Edhe lëvizjet do të mi posë ndryshme, kështu që kjo është, qëto janë veglat që punohet, edhe sfundmi, do me thonë, sfundmi të treningot, pasi të krynë edhe këto ushtrimet e barkut, fund të shtit gjithë që të varen në paralele. Për arsye se zgjatja, i zgjat muskujt, eshat edhe i drejton unazat e shpinës. Kështu që kjo është një gjë e mirë, unë e preferoj mas çdo stërvitje, gjithë që të kapën edhe kështu mbrapa, po edhe në unë e parme. Ka sot mund të qëndrojnë ato? Sot mundet. Do me thonë, sot mundesh me qëndru, është mirë. Se bëhet zgjatja e muskujve, zgjatja e eshave, edhe normal bëhet drejtimi i unazave të shpinës. Faleminderit shumë. Faleminderit e për ju që keni gjetë kohë, jeni të mirë se ardhën, edhe ndonjëherë kur kemi stërvitje pa problem. Faleminderit shumë.